mbas shpinës time, është një prej hoteleve më të famshëm të Londrës, për shumë kohë hoteli më luksoz i qytetit dhe një hotel thuajse 120 vjeçar. Po e kthej tani për ta parë pak më mirë dhe për të shpjeguar se pse ky hotel ka një lidhje shumë të fortë me historinë e Shqipërisë. Në fakt, më shumë sa me historinë e Shqipërisë, me mbretin Zog i parë, i cili jetoi në Londër që prej vitit 1940 deri në vitin 1947, pra kryesisht në vitet e luftës dytë botërore. Ritz Hotel ndodhet në Piccadilly Street. Është ky hotel që po e shihni përballë meje, pra shihni edhe pjesën është hoteli i cili u ngrit në vitin 1906 nga Cesar Ritz, i cili synoi të ndërtonte një hotel i cili ishte i standardeve më të mira europiane në Londër, mbasi kishte ndërtuar një hotel të jashtëzakonshëm në Paris dhe një tjetër në Monte Carlo. Cesar Ritz ishte një nga magjistarët e hotelerisë dhe njeriu që futi hospitality ose hotelerin në nivele më të panjohura më parë. Kjo është rruga e Piccadillyt. Në 1906, në 24 maj 1906, ai ngriti këtë hotel në një godinë ekzistuese, duke kthyer në hotelin më të famshëm dhe më të mirë të Londrës. Po cila është historia e këtij hoteli me Shqipërinë? Historia është shumë interesante. Në vitin 1939, pra në prill vitin 1939, mbreti Zogu i parë i Shqipërisë u largua nga Shqipëria mbas pushtimit italian. Ai u drejtua drejt Greqisë, Turqisë, më pas udhtoi nga Turqia drejt Rumanisë, vendeve balltike, Suedisë dhe u vendos në Francë, në Chateau Mai, në periferi të Versailles, së bashku me oborrin e tij. Ai mori me vete jo vetëm gjithë qeverinë, jo vetëm gjithë oborrin mbretëror, të motrat e tij, 4 motrat e tij, bashkëshorten me djalin i cili ishte ende i sapo lindur. Pra lindin datën 5 prill, që i llogaritin ishte 2 ditë kur u largua nga Shqipëria. Po pse Zogu nuk qëndroi në Francë? Në vitin 1940 ai ishte në Paris kur Gjermania filloi luftën me Francën dhe arriti që për një periudhë shumë të shkurtër, punë javësh, të pushtoi pjesën më të madhe të Francës dhe të kërcënoi Parisin. Mbreti Zogu nis drejt Pas-de-Calais në jug të Francës me shpresën e vetme që mund të mrrinte në Londër. Në Londër ai kishte një llogari bankare të hapur në Berkeley Bank, në mos gaboj të Londrës, dhe njëkohësisht kishe premtimin që nëse do të mrrinte në Londër do të merrej parasysh dhe do të pranohej nga qeveria britanike, pra do të jepej drejta e lejes atij dhe gjithë oborrit tim mbretëror, ndërkohë që Zogu pretendonte që qeveria e tij të njihej si një qeveri në mërgim pikërisht në Londër. Në vitin 1940, në momentin që ai mbriti në Pas-de-Calais, pra në zonën e fundit të Francës përballë Britanisë së Madhe, Franca pothuajse e gjitha këshërën. Ai arriti të gjente, fal këmbguljes ambasadorit britanik në Francë, arriti të gjente një vend në anijen e fundit që nisej drejt Britanisë. Gjë më interesante është që në momentin që ai hipi në anije, të gjithë valixhet e tij, duke përfshirë dhe valixhet ku mbante arin, sepse ai kishte sasi konsiderueshme ari me vete, i mbetën tokë. Për arsye se anija nuk u nisa të natë nga frika e bombardimeve gjermane, të nesme mëngjes, si një fat i jashtëzakonshëm, një fat që shpeshherë në librat e Geraldinës konsiderohet si një mrekulli, një shofer, pra shoferi i tij që solli nga Parisi, dhe një oficer i doganës franceze, së bashku me një motoskaf arritën të sillin atij të gjithë valixhet, midis të cilave ishin dhe valixhet me ar. Të gjitha valixhet ishin ngarkuara në një kamion dhe ishte shoferi i kamionit dhe oficeri i doganës që ja sollën atë. Ai mbriti në Londër në maj të vitit 1940 dhe u vendos në këtë hotel, në Ritz Hotel. Gjë më interesante ishte se në atë kohë mbreti Zog u vendos dhe mori katin e fundit të hotelit të Ritz, pra këtë që po shihni tashmë të zmadhuar. Ai u vendos në gjithë katin e fundit së bashku me oborrin e tij mbretëror, me rojet e armatosur, me shefin e protokollit, me motrat, me bashkëshorten, madje qarkulloi një sër pamjesh mbreti Zog duke hyrë në derën kryesore të hotelit, që mund t'ju tregoj tani që është në drejtimin tjetër, pra që është në këtë drejtim, edhe është shumë interesante, është momenti që ai është duke dalë së bashku me mbretreshën Geraldine.
Pra kjo ishte dera qendrore e Ritësit, nga ku zogu vazhdimisht shfaqej duke dalë ose duke hyrë për të bërë shopping. Por problemi kryesor i mbretit Zog ishte që në atë kohë shtypi britanik filloi të komentonte faktin që mbreti i vendit më të varfër të botës dhe thuajse të Europës dhe në hallet e tij të mëdha të pushtimit arrinte të rrinte në një prej hoteleve më luksoz të qytetit. Njëkohësisht, në atë kohë Londra filloi të bombardohej, pra filloi të kishte bombardime gjermane shumë të forta dhe qyteti ishte në qendër të bombardime. Kështu që i trembur prej bombardime dhe njëkohësisht i bezdisur nga shtypi britanik, i cili e konsideronte një shpenzim të jashtëzakonshëm dhe duhet të ketë qenë shpenzim i jashtëzakonshëm. Zogu vendosi të largohej. Gjatë kohës që ai qëndroi në Ritz, thuajse 9 muaj, të gjithë rojet e tij ishin të armatosur dhe i vendosnin armët në një kasafor të hotelit. Njëkohësisht, po në kasafor të hotelit, ai kishte depozituar arin e tij dhe i gjithë kati i sipërm shërbente si rezidencë. Në momentet e bombardimeve ata zbrisnin në oborrin e brendshëm të Ritzit, pra në bodrumin e brendshëm të Ritzit për të shpëtuar bombave gjermane. Në momentin që ai vendosi të largohej nga Ritzi, ai mori me qira një shtëpi e cila ishte shtëpia e Lordit Parmore House në periferi të Londrës, një shtëpi në të cilën vijoi të kaloi vitet e tjera të qëndrimit të Londër nga viti 1941 deri në vitin 1947. Zogu praktikisht bëri të gjitha përpjekjet e mundshme që të merrte një njohje nga qeveria britanike si qeverinë në mërgim, por për arsyen e parë se Britania e Madhe kishte njohur pushtimin fashist Shqipërisë dhe për arsyen e dytë se shtypi britanik kishte krijuar një imazh të keq të tij për arsye kryesisht të shpenzimeve dhe kësaj që thash, pra të qëndrimit në hotelin më luksoz dhe më të shtrenjtë të Londrës, në Ritz Hotel, nuk pati mundësi të njëjë, por kryesorja ka qenë fakti që britanikët nuk mund ta pranonin si qeverinë në mërgim Zogun kur e kishin pranuar pushtimin italian të Shqipërisë dhe aq më tepër grekët këmbgulën shumë që Zogu të mos njihej si qeveri në mërgim. Kështu që në vitin 1941 ai u largua nga Ritzi mbas zhurmës që kishte bërë, mbas shumë intervistave të dhëna eksaktësisht në suitën e katit fundit të Ritzit, së bashku me rojet e tij, 4 motrat, gjithë po e quaj oborrin mbretëror dhe u vendos në Parmore House. Një pjesë e oborrit mbeti sërish në Londër, ku përfshihet dhe shefi i tij protokollit, ndërsa pothuajse të gjithë pjesa tjetër, përfshirë dhe oficerët e tij besnik, Hyssein Selmani dhe tjerë, Major Çupi, u vendosën në Parmore House. Ai kaloi aty vitet e luftës, por mbas mbarimit të luftës, Zogut ju bëhet ditur që Britania nuk preferonte që ai të qëndronte në Britani, aq më tepër që fitoria e komunizmit në Shqipëri në një farë mënyre u konfirmua dhe pse jo drejt për drejt nga britanikët, kështu që ai zgjodhi të transferohej drejt Egjiptit, ku mbreti Faruk i Egjiptit me origjinë shqiptare nga dinastia e Muhamet Alinve vendosi ta pres si një mbret në ekzil. Ai kishte pritur në atë kohë dhe Viktor Emanuelin III të Italisë dhe pjesën më të madhe të familje mbretërore britanike. Kështu që Zogu u largua nga Londra, mbasi kishte qëndruar rreth 9 muaj në këtë hotel dhe thuajse 7 vjet në Londër. Ishte largimi, si të thuash, jo i fundit i tij nga Europa, sepse pas një qëndrimi në Egjipt, pas pajtimit me Viktor Emanuelin, ai u detyrua të rikthehet sërish në Francë, në Europë, në Francë, ku mori me qira në Cannes, ish vilën e Picassos. Ndroi jetë në Paris në vitin 1961.